Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Enciklopedi Mjekësore, jemi së bashku si çdo herë tjetër për të folur për shëndetin, me mjek të ftuar në këtë emision, të cilët sigurisht japin informacione të shumta dhe këshilla mjekësore që ju në një farë mënyrë edhe të informoheni, por edhe të parandaloni atë sa është e mundur. Të shkoni tek mjeku në momentin e duhur dhe patjetër të parandaloni problematikat e mëtejshme. Jemi në stinën e verës, kur edhe gastroenteritet janë të pranishme. Se çfarë është gastroenteriti dhe detajet e tjera do t'i flasim gjatë bisedës së sotme në intervistë me doktoresh Sosela Rusho, e cila është edhe mjeke familje. Doktoresh, faleminderit që keni pranuar ftesën për të qenë sot pjesë e këtij emisioni. Përshëndetje Freskita, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të jem me ju sot. Faleminderit. Do të flasim pra për gastroenteritet. Fillimisht le të shpjegojmë se çfarë është gastroenteriti. Gastroenteriti është një sëmundje e cila kategorizohet si sëmundje inflamatore e traktit gastrointestinal, që thot është një patologji që përfshin kryesisht mukoza dhe inflamimin e mukozave të stomakut edhe të zorëve. Është një sëmundje që, ashtu si kundërti e the, në verë është mjaft e pranishme tek secili prej nesh dhe askush prej nesh nuk është imund ndaj kësaj sëmundje, pra kategorizohet nga simptoma që mund të prekin të gjitha grup moshat, nga moshat pediatrike deri tek të moshuarit. Gastroenteriti karakterizohet nga një fillim i simptomave të menjëhershme dhe ka një periudhë inkubacioni nga 24 orë deri në 48 orë dhe mund të transmetohet shumë lehtë nga një person tek një person tjetër. Pra shanset nëse ne jemi në kontakt me një familjar me gastroenterit për ta zhvilluar këtë si sëmundje janë më të larta. Doktoresha, besoj ka një klasifikim apo jo? Patjetër, klasifikimet ndahen në varësi edhe të shkaktarëve që shkaktojnë gastroenteritet, por ashtu edhe të simptomave dhe kozgjatjes së tyre. Nëse ndalemi te kjo e fundit, në varësi të simptomave dhe kozgjatjes së tyre, gastroenteritet ndahen në gastroenterite akute, që janë këtu kategorizohen gastroenteritet, simptomat e të cilit zgjasin jo më shumë se 14 ditë. Pra, çdo gjë zgjidhet brenda 14 ditëve. Në anën tjetër, nëse ndodh që kemi gastroenterit dhe simptomat zgjasin për më shumë se 14 ditë, futemi në kategorinë e gastroenteriteve intermitent. Pra, gastroenterite që zgjasin nga 14 ditë deri në 1 muaj, pra deri në 4 javë të saktuara. Dhe kemi gastroenterite të cilat janë format pak edhe më të vështira për të trajtuar, që quhen gastroenteritet kronike, të cilat zgjas simptomat në të cilën zgjasin më shumë se 1 muaj. Gastroenteritet karakterizohen si kronike vetëm për faktin që simptomat, pra kryesisht simptomat si diarea ose të vjella, zgjasin për më shumë se 1 muaj. Pra zgjatja më shumë se 1 muaj e këtyre simptomave bën që automatikisht pacientët të kategorizohen në diagnozën mjekësore si gastroenterite kronike. Dhe në këtë moment, ekzaminimet janë pak më të specializuara dhe duhet bëjmë një work-up, pra një vlerësim më specifik të situatës së pacientit, për të punuar me diagnoza diferenciale dhe me arsyet pse ky gastroenterit është kthyer tashmë në formën kronike. E kuptoj. Doktoresha, le të flasim për simptomat. Atëherë, simptoma më e shpeshtë e gastroenteritit është diarea. Mund të ndalem shumë pak këtu se çfarë do të thotë diare, sepse shpeshherë dëgjojmë që kam një episod diare ose një episod të dalave jashtë ujshëm, por kjo nuk është diare. Pra që diçka që një simptom të kategorizohet si diare, duhet që të kemi mbi 3 episode të dala jashtë të ujshme në një kohë për 24 orësh. Përveç episodeve të diare, simptom tjetër shumë e shpeshtë të gastroenteritet është nauzea, ndjesia që pacientët kanë dhimbje ose parehati në stomak dhe që duan që të nxjerrin ushqimin jashtë. Ka një provokim, pra. Provokim, përveç. Dhe përveç provokimit kemi edhe të vjellat, që është një simptom tjetër shumë e gjendshme dhe zakonshme në rastin e gastroenteriteve. Gjithashtu shoqërohet me një dhimbje stomaku, pra një dhimbje stomaku, një parehati, një mungesë oreksi, dobësi e përgjithshme, dhimbje muskulore, këputje trupore, shpeshherë pacientët mund të ankojnë edhe për dhimbje koke, temperatura është një shenjë tjetër e cila shoqëron gastroenteritet nga shkaktarë nga më të ndryshmet. Temperatura varion të jetë e lartë apo një temperaturë deri në 37,5 për të kuptuar ndoshta për të bërë një diferencë?
Po, në varësi të patologjisë, pra në varësi dhe të shkaktarit të gastroenteritit dhe në varësi të severitetit, pra sa të rënda janë simptomat e pacientëve, këtu varion edhe temperatura. Kemi forma gastroenteriti që mund të jenë edhe asimptomatike, thjesht me disa episode diareje dhe pa temperaturë. Nga ana tjetër mund kemi pacientë që janë duke kaluar një gastroenterit, por temperatura arrin vlerat 40 gradë, 39 gradë. Pra temperatura është një shenjë e matshme, por është në varësi të severitetit, të agresivitetit dhe të shkaktarit të gastroenteritit. Meqense jemi te shkaktarët, le të flasim edhe për shkaktarët. Në lidhje me shkaktarët e gastroenteritit, shkaktarët kryesor janë 3. Kemi shkaqe virale, bakteriale dhe parazitare. Virozat dhe viruset janë shkaktarët më të shpesh që shkaktojnë gastroenteritin dhe përbëjnë rreth 75% deri 90% të gjithë gastroenteriteve në total. Viruset më të zakonshme që janë shkaktar janë adenoviruset, kemi rotavirusin, rinoviruset, pra citomegalovirus janë një kategori virusesh të caktuara që mund të jenë të shoqëruara ose jo me simptoma respiratore, por kryesisht shkaktojnë gastroenteritet pra simptoma të intestinit. Përveç shkaktarëve viral, kemi shkaktarët bakterial. Janë në një përqindje më të ulët, pra përbëjnë rreth 20% të gastroenteriteve në total, dhe më të shpesht këtu kemi salmonellën, shigellën, si shkaktar të gastroenteriteve bakteriale, dhe mëral edhe Escherichia coli. Nga ana tjetër, gastroenteritet që janë pak edhe më të vështira për të diagnostikuar janë ato që janë gastroenterite parazitare, ku këtu kryesori është gjardja. Doktoresha, le të ndalemi se çfarë janë simptomat tipike të një individi që është i dehidratuar. Prisita, ju falenderoj për këtë pyetje, sepse komplikacioni më i zakonshëm i gastroenteriteve është pikërisht dehidratimi. Edhe fokusi që mjekët kanë në rastin e pacientëve që janë duke kaluar një gastroenterit është dehidratimi. Dhe ka disa shenja dhe simptoma që personi vet mund ta kuptojë dhe mund të kuptojë që është e nevojshme një ekzaminim mjekësor apo jo, si edhe prindrit për fëmijët apo familjarët e tyre. Një nga arsyet kryesore që ne mund të kuptojmë nëse jemi të dehidratuar apo jo është edhe vetë sasia e ujit që ne konsumojmë. Nëse ne jemi duke kaluar episode diareje edhe të vjella, por në anën tjetër oreksion është shumë i ulët dhe ne nuk kemi etje ose stomaku jonë është shumë i parehatuar aq sa ne nuk po pim dhe nuk po konsumojmë asnjë sasi ujë, vetë mungesa e konsumit të ujit është një shenjë që ne duhet të mendojmë nëse po arrim në nivelet e dehidratimit. Shenjë tjetër e matshme e dehidratimit është vetë sasia e urinimit. Në momentin që ne kemi filluar të dehidratohemi, episodet e urinimit do të jenë shumë më të pakta, sasia e urinës do të jetë më e pakët, ngjyra e urinës do të jetë më e errët. Tek fëmijët është më e matshme edhe me numrin e pampersave. Pra, prindrit mund të thonë që fëmia normalisht ka 7 pampersa në ditë, por ditën e fundit kemi ndruar vetëm 2 ose 3 pampersa në 24 orë me urinë. Përveç sasisë ujit që ne konsumojmë dhe sasisë urinës që ne eliminojmë, shenjat të tjera të dehidratimit që ne mund të kuptojnë janë gjendja e përgjithshme, një gjendje e përgjithshme e lodhur, e këputur, aq sa mund të arrijë në gjendje konfuzioni, sa pacientët mund të ndjehen konfuz dhe të parehatuar. Nga ana tjetër, fëmijët, një simptom e matshme e dehidratimit është momenti kur ata shajnë. Ata shajnë sepse kanë dhimbje barku, por nga ana tjetër ne shohim që nuk ka prezencë të lotëve. Prania e dehidratimit bën që fëmijët të shajnë por pa pasur lotë. Simptoma ose shenja të tjera të ngjashme mund t'i bëjmë re tek pacientët të cilët kanë rrahjet e zemrës së shpejtë, pra rritet frekuenca kardiake, rritet frekuenca respiratore, tensioni i gjakut mund të ulet. Pra të gjitha këto janë disa faktorë që tregojnë që trupi është në një stres, pra është duke kaluar një stres të caktuar që në këtë rast janë simptoma që të çojnë drejt dehidratimit. Po flasim për dehidratimin, doktoresha, por për të shtuar më tepër vëmendjen për një kujdes shëndetësor, do doja të dija se çfarë i ndodh pacientit nëse nuk merr masat e duhura, nëse është i dehidratuar dhe ndoshta nuk e kupton se çfarë po ndodh me të. Atëherë, dehidratimi është një komplikacion i gastroenteritit dhe nëse prindrit ose familjarët vënë re simptomat e dehidratimit,
Në këtë moment, pacienti patjetër që ka nevojë për një vlerësim mjekësor, sepse dehidratimi mund të ketë simptoma nga më të lehtat, por dehidratimi vetë mund t'japi komplikacione të cilat mund të jenë serioze dhe jetë kërcënuese, mund t'japi alternime të elektroliteve dhe simptoma të tjera në vazhdimsi të cilët mund të rëndojnë situatën e pacientit. Dy kategoritë e pacientëve që ne duhet t'i japim kujdesin maksimal të dehidratimit dhe që duhet t'i observojmë shenjat dhe simptomat me kujdes janë fëmijët dhe të moshuarit. Të moshuarit për faktin sepse kanë shumë sëmundje bashkëshoqëruese dhe prezenca e dehidratimit bën që gjithçka të çedojë dhe simptomat jenë më severe. Dhe në rastin e fëmijëve është pak më e vështirë për të kuptuar shenjat dhe simptomat e dehidratimit, sepse duhet jemi ne ata që i shikojmë dhe ata që i vëmë re të gjitha shenjat dhe simptomat. Çfarë prindrit mund të kenë parasysh dhe çfarë prindrit të kushtojnë rëndësi tek fëmijët të cilët janë duke pasur episode diareje dhe të vjelle mund të jenë këto. Prania e mukozave të thata. Mukozat e gojës janë shumë të thata, ndryshe nga zakonisht. Fëmia mund të jetë shumë i përgjumur, në gjendje të përgjumur dhe nuk është shumë alert, nuk është shumë i orientuar në gjërat dhe në bashkëbisedimet që ata kanë me njëri tjetrin ose komunikimin verbal ose jo verbal me ta. Fëmia nga ana tjetër mund të përjetojë edhe episode irritimi që është shumë i irrituar edhe qan, sikur se thamë përpara, qarjet në këtë moment mund të jenë edhe pa lot sepse dehidratimi ka filluar tashmë. Në lëkurë, lëkura është një organ tjetër ku ne mund të shikojmë gjetje të dehidratimit. Turgori ose elasticiteti i lëkurës mund të alternohet. Mund të kemi zbehje ose si cianoz të lëkurës. Mund të zhvillohen disa rashe të caktuara ose peteke të cilat janë pika si në lejla që ndodhen dhe shpërndahen në gjithë zonën e trupit, kryesisht në trunge dhe në gjymtyr. Lëkura bëhet shumë e thatë, thuajse në të gjithë pjesën e trupit. Doktorisha, le të kalojmë menjëherë tek diagnostikimi. Po, mënyra vendosjes së diagnozës së gastroenteritit kryesisht është një diagnozë klinike, që do thotë varet në varësi të simptomave dhe shenjave klinike që një pacient ka. Në momentin që shenjat dhe simptomat zgjasin dhe janë tashmë të konfirmuara si një gastroenterit, mund të kemi nevojën edhe të ekzaminimeve shtesë, ku këtu mund të përfshim ekzaminimet laboratorike, si analizat e gjakut për të parë nivelin e elektroliteve, për të siguruar nëse kemi një dehidratim ose jo, dhe në rastin që kemi gastroenteritet që zgjasin mbi 2 javë, aty ne duhet të sigurohemi nëse duhet të testojmë për koprokultur, pra një analizë të feçeve për të parë prezencën e bakterjeve, për të parë prezencën e parazitëve dhe për të siguruar për gjendjen e përgjithshme të pacientit. Pra diagnoza kryesisht është klinike, por shpesh herë ne kemi nevojë dhe për mbështetjen e disa testeve laboratorike për të siguruar për të. Atëherë do ishte mirë të themi edhe disa nga etapat e trajtimit, duke qenë se prek të gjitha grup moshët. Po, tek trajtimi, kryesore ne duam të përqendrohemi tek parandalimi i komplikacioneve të gastroenteritit. Pra trajtimi më i mirë në këtë rast është hidratimi, konsumi i ujit. Ujin mund ta konsumojmë thjesht ujë të pastër siç është, por gjithashtu mund të përdorim edhe lëngje nga më të ndryshmet. Ka disa evidenca që lëngu i mollës është shumë i mirë për të parandaluar dhe për të përmirësuar situatën e hidratimit. Përveç ujit, shumë e rëndësishme është mënyra se si ne po ushqehemi. Pra është e rëndësishme që të konsumojmë ujë shpesh edhe nga pak, në mënyrë që të parandalojmë ndjesinë e të vjellave, por gjithashtu duhet që të ushqehemi shëndetshëm, që të marrim të gjithë elementët e nevojshëm. Ekzistojnë disa statistika për një dietë të caktuar, që quhet dieta BRAT, ku këtu rekomandohet më shumë që të merren banane, sepse kanë shumë praninë e elektroliteve, të kaliumit dhe ndihmojnë shumë me simptomat e gastroenteritit. Gjithashtu, orizi është shumë i mirë në raste të tilla. Preferohet shumë që fëmijët ose edhe adultët, nëse kanë ndjesi paratja në stomak, mund të konsumojnë edhe thjesht bukë të thekur në mënyrë që të ndihmojnë pak me simptomat. Përveç parandalimit me mënyrën e ushqyerjes, me kujdesin, me hidratimin në nivelin e duhur, ekzistojnë gjithashtu në varësi të stadeve të ndryshme të gastroenteriteve edhe trajtime medikamentoze. Këtu mund të përfshijmë edhe solucionet rehidruese, që janë solucione ose element të cilët janë të përshëndruara në elektrolite dhe mund të shtohen me ujin që personi konsumon, dhe kjo do të jetë duke shoqëruar gjatë gjithë ditës.
Përveç elektroliteve, probiotikët kanë disa evidenca që ndihmojnë në momentin që ne kemi simptoma të gastroenteriteve. Për të rregulluar florën bakteriale. Të rregulluar florën bakteriale, po. Dhe nëse ndodh që gastroenteritet janë le të themi severe, janë pak serioze me simptoma të rënda, atëherë do kemi nevojë edhe për praninë e medikamenteve të ndryshme. Medikamente si antiemetik, pra të kategorive të ndryshme, të klasave të ndryshme. Nëse ne tashmë kemi diagnostikuar që është një gastroenterit bakterial, kemi nevojë për praninë e antibiotikut. Nëse është një gastroenterit parazitar, kemi nevojën për antiparazitar, pra në varësi të kategorisë, në varësi të simptomave dhe të severitetit dhe rezultateve, atëherë trajtimi është specifik. Tashmë në mbyllje të kësaj interviste, doktoresha, do donim të përcjellni këshillat e fundit në këtë verë. Duke qenë që jemi në stinën e verës, edhe virozat janë kryesisht ato që janë shkaktarët kryesorë të gastroenteritit, këshillat e mia të para do të jenë konsumi i ujit sa më shpesh, gjatë gjithë ditës e shoqëruar, dhe do doja që të gjithë ne, kudo që shkojmë në përditshmërinë tonë, gjithmonë të jemi të shoqëruar me ujin me vete. Të kemi një dietë sa më të shëndetshme, sa më të bollshme, jo në sasi, por të bollshme në vlera ushqimore. Pra të kemi një dietë me proteina dhe me miks, kryesisht më shumë me frutat edhe perimet, minerale dhe vitamina. Minerale dhe kryesisht kategoria më e preferuar janë fruta edhe perimet. Gjithashtu të rekomandoja që të evitojmë ekspozimin për orë të gjata ndaj pranisë së rrezatimeve të diellit, dhe pika kryesore e diskutimit që ne kishim sot është observimi i shenjave dhe simptomave të gastroenteritit dhe të dehidratimit. Pra duhet jemi të vëmendshëm ndaj të gjitha shenjave dhe simptomave. Nëse kemi pacient tek të cilët ne po shohim që janë zhvilluar tashmë shenjat e dehidratimit, ky është momenti që të gjithë duhet të shkojmë për të marrë një kujdes mjekësor pranë mjekut të tyre të familjes. Faleminderit doktoresha për të gjitha këshillat, informacionet që keni përcjellë sot në emisionin Enciklopedi Mjekësore. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, e mbyllim këtë intervistën për ditën e sotme me doktoreshën Sosela Rusho, e cila është mjek e familje. Kemi dhënë besoj informacione të shumta dhe ju kujtoj se do të kemi të tjera intervista interesante me mjek specialist në emisionin Enciklopedi Mjekësore. Bashkë mirupafshim.